Unë sigurisht kam nxjerr makinën time në shitje, por nuk është ky qëllimi, dua të vras 2 zogj me 1 gur. Si mund ta kuptoni ju nëse makina që po shes unë i ka ulur kilometrat, ja kanë ulur pra kilometrat, apo i ka vetat? Një nga problemet më madhore tashmë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë, Maqedoni, Malzi dhe gjithë Evropën. Faktori i parë është sendilja. Mund të shikoni interiorin e makinës dhe nëse është i amortizuar, sigurisht që kilometrat mund të jenë dyshuese. Gjëja e dytë që mund të kontrolloni është motori i saj. Si mendoni ju, i ka ky motor 230.000 kilometra apo jo? Dhe e treta, por më e rëndësishmja që nuk e nevojë fare për këto dy të parat, është Auto Tracer by Girafa. Aty ju mund të merrni një raport të detajuar për sa i përket historisë së makinës tuaj, kilometrat, aksidentet, apo ka qenë peng apo jo i ndonjë banke apo kolateral në ndonjë kredi. Se harrova, nëse kjo makinë ka kilometrat e ulura apo është përfshirë ndonjëherë në ndonjë aksident, 25 euro që kushton raporti i Auto Tracer by Girafa i paguaj unë. Ju mendoni për çmimin e makinës. Mos bli makinë pa kontrollu historinë.